Prokuroria e posaçme përfundoi hetimet për 4 të dyshuar për korrupsion e shpërdorim detyre, pasi kanë përfituar rishfet për të favorizuar një të dyshuar për vrasje me dashje mbetur në tentativë. Ndaj Shuaib Camit, Flamur Kurtit dhe Fluturin Bajramit rëndon akuza për korrupsion aktiv, ndërsa Aldo Puca akuzohet për shpërdorim detyre. Nga hetimet 3 vjeçare ka rezultuar se më datë 9 janar 2020 në qytetin e Peshkopis, Adrian Shahi akuzohet se kishte goditur disa herë me thik në pjesë të ndryshme të trupit bashkëfshatarin e tij, Bukuror Zagradi. Ndaj Shahit është regjistruar akuza e vrasjes me dashje mbetur në tentativë dhe oficerët e policisë gjyqësore që kanë kryer veprimet hetimore janë të pandehurit, Shuaib Cami dhe Aldo Puca. Sipas SPAK, oficeri i policisë gjyqësore, Shuaib Cami, i ka kërkuar dhe marrë të pandehurit Flamur Kurti, që ishte njohje e Adrian Shahit, shumën monetare prej 3.000 eurosh, kjo pasi i kishte premtuar se do ta favorizonte në çështjen e tij penale. I pandehuri Fluturin Bajrami, lidhje krushie e Adrian Shahit, rezulton se i ka dhënë një tjetër oficer i policie, i cili ka ndëruar jetë, shumën prej 2.000 eurosh në mënyrë që të bëhej i mundur pajtimi mes Adrian Shahit dhe Bukuror Zagradit, duke favorizuar në këtë mënyrë autorin e ngjarjes. Oficeri Aldo Puca akuzohet se ka shpërdoruar detyrën pasi ishte në dieni të bisedave që po kryheshin përmes por e ka referuar ngjarjen 2 vite më vonë. Sipas SPAK, referimin e ka bërë jo me iniciativën e tij, por vetëm pasi i dëmtuari nga vepra penale. Bukuror Zagradi ka reaguar. Puca ka deklaruar se nuk mund të referonte, përderisa ishte duke vijuar përgjimin me qëllim sigurimin e provave ndaj personave të përfshirë në aktin korruptiv.